Ali Khamenei është zyrtari më i lartë iranian që është vrarë. Ajatollahu mbeti i vdekur pas sulmit raketor amerikano-izraelit të shtunën mbrëma, bashkë me 7 zyrtarë të lartë të Republikës Islamike. Bëhet fjalë për Aziz Nasirzadeh, ministër i mbrojtjes dhe logjistikës së forcave të armatosura. Muhammad Shirazi, shef i byros ushtarake të udhëheqësit suprem. Ali Samhani, këshilltari Khameneit për çështje të sigurisë dhe sekretari i Këshillit të Mbrojtjes. Hossein Jabal Ameliani, kryetari i Agjencisë për Zhvillimin e Teknologjive dhe Armëve të Avancuara Bërthamore, Biologjike dhe Kimike. Mohamed Pakpur, shef i Gardës së Revolucionare, ishte përgjegjës për sulmet me raketa dhe dron ndaj Izraelit dhe për shtypjen dhunshme të protestuesve iranian. Reza Muzafarinia, ish kryetari i Agjencisë Bërthamore. Salah Asadi, oficer i lartë i inteligjencës në shtabin e përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit. Por këta janë vetëm një pjesë nga lista e gjatë e zyrtarëve të lartë iranian të vdekur nga sulme raketore, atentate apo edhe aksidente të dyshimta. Ish kryeministri Hasan Ali Mansur vdiq pasi u qellua për vdekje në Teheran më 5 janar 1965. Me atentat në Teheran u mbyt edhe Morteza Mothari, kryetari i Këshillit të Revolucionit Islam, më 1 maj 1979. Viti 1980 ishte fort i kopshëm për 10 zyrtarë të lartë. Shumë prej tyre u vranë në një bombardim më 28 qershor, ku mbeti i vdekur edhe Ajatollahu Muhammed Beheshti, që ishte kryetari gjyqësorit. Ndërsa vetëm një muaj më vonë, 30 gusht, u bombardua zyra e kryeministrit, Mohamed Javad Bahonar, dhe bashkë me të u vra edhe presidenti Mohamed Ali Rajai. Në periudhën nga viti 2010 deri më 2012, ndodhen vrasje të zyrtarëve të profilit të lartë të programit bërthamor, qoftë me bomba apo me armë zjarri. Më kryesorit ishin Masud Ali Muhammadi, Dariush Rezanejad dhe Mustafa Ahmedi Roshan. E 8 vjet më vonë, më 3 janar 2020, Qasem Soleimani, që ishte komandant i Gardës Republikane, u vra në sulm ajror amerikan pranë aeroportit të Bagdadit. Ndërsa më 27 nëntor të atij viti, Mohsen Fakhrizadeh, figurë kyçe e programit bërthamor, u vra në një atentat pranë Teheranit. Më 22 maj 2022, koloneli i Gardës Republikane, Hasan Sayed Hodai, u vra me armë zjarri para banesës së tij në kryeqytetin iranian. Ndërsa më 19 maj 2024, në një rrëzim helikopteri që mbeti i regjistruar si rezultat i motit të lig, mbetën të vdekur presidenti i vendit, Ebrahim Raisi, bashkë me ministrin e punëve të jashtme, Hossein Amir Abdullahian, si dhe zyrtarë të lartë të tjerë.